etj. Ndërkohë që administrata Trump po çon atë kursin e politikës jashtme amerikane në një rrugë tjetër, ka bërë një ndrim kursie, që tani po sheh më shumë interesat energjetike të Amerikës, u pa edhe në fakt me projektin e ri $6 miliard që sjell gazin LNG, pra gazin natyror likuid ose të ujshëm amerikan, liquefied natural gas, e sjell nga Shtetet Bashkuara të Amerikës nëpërmjet Greqisë, e çon në Vlorë dhe pastaj u përhapet në gjithë vendet e Ballkanit, në Kroaci dhe në Bosnjë. Pra administrata aktuale po sheh energjinë, po sheh ekonominë, po sheh ushtrinë më shumë se sa këtë boshtin e vlerave që kanë parë administratat e kaluara. Kështu që në rast se ne përkufizojmë politikën amerikane me lente liberale, Rusia nuk është një aleat i besueshëm. Në rast se ne përkufizojmë interesin amerikan me lenten trumpiane, me lenten sovraniste, me lenten rajonaliste, me lenten e këtij rendi të ri botror, sigurisht që unë mendoj që është interesin amerikan që Rusia të përfshihet. E qartë. Por e gjithë kjo situatë, Ruel, çfarë mesazhi i jep edhe aleatëve europian, pra janë ata jashtë loje në vendimmarrjen globale? Janë jashtë lojë në vendimmarrjen globale, po vetëm rol që Bashkimi Evropian ka është në luftën në Ukrainë, sepse vendet e mëdha të Bashkimit Evropian, Gjermania dhe Franca, e financojnë luftën në Ukrainë. Pra janë vendet që mbështesin ushtrinë ukrainase në mendojnë kazën shumë legjitime që ka për të mbrojtur nga Rusia, sepse ka qenë një pushtim i paligjshëm, pushtimi rus i 24 shkurtit 2022, por të mos folur pastaj edhe për faktin që në vitin 2014 Rusia aneksoi Krimen duke përdorur ushtri paramilitare, mbajti një referendum referendumin në tytën e armëve, praktikisht edhe vodhi dhe vota gjatë referendumit dhe aneksoi Krimen. Pra Bashkimi Evropian ka përfshirë edhe këtu, por Bashkimi Evropian ka shumë pak influencë në lidhjen e mesme, ka një influencë shumë të vogël të reduktuar dhe për shkak të faktit që ata lanë kolonitë në Afrikë, ka shumë pak influencë në Azi. Ka një marrëveshje ekonomike midis Bashkimit Evropian dhe Kinës, por nuk ka një ndikim real. Ka pak thuajse as pak ndikim në hemisferën perëndimore, mund të përmendim ato që quhen British Overseas Territories, pra territoret britanike që janë jashtë Britanisë së Madhe. Për shembull, unë kam edhe po ndaj edhe këtë se çai hedh në rrjetet sociale i përmend këtu për t'ia kujtuar dhe publikut. Ka pas një email nga Pentagoni amerikan, një email që ka dalë së fundmi, ku flitet që Shtetet Bashkuara të Amerikës për shembull mund të kenë një ndryshim qëndrimi në raport me çështjen e ishujve Falkland ose ishujve Malvine, siç i quajnë argjentinasit, me cilën për cilat Britania e Madhe dhe Argentina kanë vajtur në luftë në vitin 1982. Dhe ishujt Falkland janë në hemisferën perëndimore, që sipas doktrinës Monroe ose Monroe duhet të jenë në dominancën amerikane. Në fakt ato janë në dominancën britanike aktualisht, sepse janë pjesë të Britanisë së Madhe. Argentina e njeh me emrin Malvine dhe i quhen pjesë të territorit vet, pra është një konflikt që ka vite midis Argentinës edhe Britanisë së Madhe për këtë gjë. Mirë po për herë të parë administrata Trump po thotë që shiko, këta britanikët ne nuk na ndihmuan në këtë luftën ndaj Iranit, dhe me që kanë këtë ishull në hemisferën tonë, atëherë ndoshta bëjmë mirë që ta njohim të gjën si pjesë të Argentinës, duke ditë që edhe marrëdhëniet me Javier Milei, që është kryeministri aktual, presidenti aktual i Argentinës, dhe me Argentinën ne i kemi shumë të mira. Ajo çfarë dua të them, Grisela, është kjo, që edhe në Amerikën Latine ka një rënje të influencës evropiane. Dhe ky rasti për ishujt Falkland, nga ky emaili që ka dalë nga Pentagoni, të tregon që ka një përçarje të aleancës euroatlantike. Për shkak të arsyeve që mund të diskutojmë, janë të dyja palët që kanë fajtë të tyre, patjetër, edhe Amerika dhe vendet e Bashkimit Evropian, por edhe gjëja e fundit dua të them, shiko pak ndasinë në qëndrime që ka NATO me vendet e Bashkimit Evropian. Mark Rutte erdhi në Washington DC, mbajti një fjalim ke Instituti Ronald Reagan, takoi presidentin Trump etj, dhe sigurisht e mori me lavde. Pra Amerika është zemra e NATO-s etj apo gjëra të tilla, dhe Amerika nuk duhet të largohet nga NATO dhe ka bërë shumë mirë. Nga ana tjetër, para pak kohësh, presidenti Macron i Francës doli dhe tha që Evropa nuk ka përballë vetëm Kinën dhe Rusinë, por ka përballë dhe Amerikën, duke sinjalizuar nisjen e një rendi të ri multipolar, ku kemi 4 pole, pra SBA, Rusi, Kinë dhe Bashkimi Evropian, nëse ne i quajmë gjithmonë Bashkimin Evropian një pol, dhe duke praktikisht pranuar një divorc midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian.
Qartë. Roel, por në fakt se i përket edhe negociatave pra midis të dyja vendeve, mendon se nëse kemi një dështim të negociatave, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një tjetër plan B dhe nga ana tjetër të gjithë rolin e Pakistanit, si e ke parë? Pakistani ka një rol shumë të rëndësishëm sepse është vend mediator, pra është vend që qëndron në mes të SBA-ve dhe Iranit. Unë kam përmendur një studio tjetër në fakt që më ka bërë gjithmonë abi zgjedhja e Pakistanit si vend, sepse Pakistani ka një marrëveshje të tipit të NATO-s, pra të mbrojtjes së përbashkët, me Arabinë Saudite. Me Arabinë Saudite që është rivali kryesor i Iranit në atë zonë. Pra, më gjithmonë më ka bërë abi që iranianët kanë pranuar Pakistanin, e megjithatë, Pakistani ka luajtur një rol të rëndësishëm. Të tregon edhe për të rikthyer për këtë pyetje e kaluar që bëre, se mendoj që është pyetje shumë e drejtë. Dikur për shembull, edhe ne e dimë dhe si shqiptar, në konferencën e Londrës vitin 1913, ishim fuqi kur thonim fuqi të mëdha, kishim në mendje evropianët. Sot fuqitë e mëdha janë evropianët, pra domethënë Pakistani, Egjipti dhe Turqia janë marrë me negociatat midis dy fuqive, SBA-s edhe Irani, që tregon po prap faktin që Evropa ka humbur relevancë, pra dikur marrëveshjet bëhesh në Berlin edhe në Bruksel edhe në Londër, sot bëhen në Islamabad, në Pakistan, pra të tregon që edhe bota ka ndryshuar. Megjithatë, Pakistani ka një rol shumë të rëndësishëm. Një kjo. Tjetra gjë pastaj në raport me kur mbyllet lufta. Plani bësh i tillë edhe mbajmë mend këtë gjë dhe diskutojmë prap mbas zgjedhjeve të mesmandatit. Në rast se lufta nuk mbyllet para zgjedhjeve të mesmandatit, mbas zgjedhjeve të mesmandatit, cili do qoftë rezultati, me shumë gjasa fitojnë demokratët, por cili do qoftë rezultati, presidenti Trump nuk ka më asnjë lloj incentive që të mos t'i çojë trupat në Iran, sepse mbyll mandatin në 2028 dhe në 20 janar të vitit 2029 ka një president të ri Amerika. Dhe çon trupa në Iran, çon boots on the ground për të rrëzuar regjimin dhe për ta fituar luftën, sepse është kuptuar tani më që me bombardime lufta nuk fitohet, me negociata lufta nuk po fitohet, me blokad, un kam një mikun tim ekspert që s'ka përmendur emrin se s'e kam përmendur, nuk s'e ka marrë lejen. Ai më ka thënë që për 13 ditë blokad Irani kapitullon, nuk e besoj këtë gjë. Ajo çfarë ngjelet është boots on the ground, çizme në terren. Qartë. Kjo nuk bëhet para zgjedhjeve të mesmandatit, sepse i bie që Trumpi i humbi zgjedhjet me rokad nëse bën këtë gjë, dhe pritet të mbarojnë zgjedhjet mes mandatit dhe atë 1 vit e gjys, 2 vite mandat që ka, ta kalojnë një luftë me Iranin, tani më një luftë me trupa amerikane në terren. Kjo gjithmonë në rast se nuk ka një marrëveshje afatgjat paqe përpara zgjedhjeve mes mandatit. E qartë. Mirë, Roel, për ta mbyllur ndërkaq, do doja ta mbylloja me çështjen pra me atë që ndodhi në shtëpinë e Bardh, ku pati të shtona pra një atentat i supozuar ndaj presidentit të SBA-s Donald Trump. Çfarë ka ndodhur realisht, Roel? Ajo që ka ndodhur realisht është ajo çfarë është raportuar media, sepse gjithmonë kur pyesim çfarë ka ndodhur realisht, gjithmonë kemi në mendje ndonjë teori konspirative nga ata që kanë bindje se globalistët na montojnë kështu qipa në formë hardhuce dhe këto qipat kanë karta memorie dhe karta memorjes ja çon globalistëve çka kemi ne në mendje. Ajo çfarë ka ndodhur është ajo që ne kemi parë nga mediat që një njeri i ekstremizuar me ideologjinë e të majtës ekstreme në një vend ku ka akses shumë kollaj ke armët, që unë edhe kur kam qenë në Amerikë mbaj mend vetë që edhe në Walmart, që ishte supermarket shiteshin armë. Do të ka akses shumë të kollaj ke armët, në një vend ku ti ke një ekstremitet të madh politik, ke edhe armë që janë sheshit, sigurisht që dikush do marrë edhe do kërkoj të godasë figura të tilla, si presidenti Trump. Sigurisht që nuk është një ngjarje që ne nuk e kemi parë më parë, sepse në 14 korrik të vitit 2024, gjatë fushatës elektorale të presidencialeve të atij viti, për punë në milimetrash, presidenti Trump i shpëtoi një atentati me plumb në kokë, që mund të kishte marrë dhe jetën nga një atentator me emrin Thomas Crooks, edhe i radikalizuar. Po ashtu ka pasur atentat tjetër në Mar-a-Lago etj. Dhe të mos harrojmë faktin që asasinimet e presidentëve janë një gjë që nuk ndodhin për herë të parë në Amerikë. Domethënë janë vrarë 4 presidentë. James Garfield, William McKinley, Abraham Lincoln dhe John Kennedy. 4 presidentë të vrarë në Amerikë. Dhe 3 presidentë ndaj cilëve janë bërë atentate. Theodore Roosevelt, atentat jo me sukses, Ronald Reagan, atentat jo me sukses, dhe Donald Trump, 2 atentate, po prap jo me sukses. Pra, ka një klim polarizimi në SBA,
ka akses të kollajt ka armët, ka një histori që mund të frymëzojë atentatorët të arshëm sepse janë vrarë presidentë më përpara, po ti bashkosh këto tre elemente së bashku, futet edhe faktin që ka qenë një datë e rëndësishme, pra ka qenë White House Correspondents' Dinner, darka e shtëpisë bardhë me korrespondentët që bëhet çdo vit dhe Trumpi po merrte pjesë për herë të parë në fakt si president, sepse ka refuzuar të marrë pjesë në mandatin e tij të parë ose gjatë vitit të parë në mandatin e tij të dytë. Po ti marrësh këto katër faktorë së bashku, sigurisht që ti është e shpjegueshme që dikush kërkon fatkeqësisht të bëhet që bëri. E qartë. Mirë, Roel, kemi arritur në fund. Falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Kënaqësi për mua, faleminderit. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë. Kthehemi pas pak në pjesën e dytë për të ndalur te Kosova dhe Serbia.